Çfarë po ju shkakton erën e pakëndshme të trupit, sidomos gjatë verës? Përveç djersës që gjatë verës është e pashmangshme, çfarë tjetër shkakton erë të keqe të trupit? Një nga arsyet është edhe stresi. Djersitja për shkak të stresit mund të shkaktojë erë të keqe të trupit, prandaj duhet të jeni edhe më të pastër. Nëse jeni bekuar me këmbët që vijnë erë, rreth 15% e njerëzve kanë këtë problem, e cila shkakton gjithashtu edhe erë të keqe të trupit. Nëse keni edhe rrobat tuaja të preferuara dhe nuk i lani rregullisht, ato do të mbajnë erë djers. Nëse keni qef brokolin, ai shkakton erë të keqe të trupit. Teprimi me kripën dhe alkooli gjithashtu shkakton erë të keqe të trupit. Ose edhe personat që vuajnë nga diabeti gjithashtu mund të kenë trupin me erë të keqe. Prandaj duhet të merrni në konsiderat trajtimin e këtyre problemeve dhe mbi të gjitha të pastroheni vazhdimisht gjatë ditës.